inspirimin madh që e ku marrë për prindërve. Se prindja jena mësu për i ti edhe me bo namaz, edhe si mohën Ramazanet, përpara në kanë udat e ndame, burrat veç, gratë veç. Edhe si marrëshin iftarin, burrat shkeshin xhamina, gratë meç me një dhumë tjetër, vishin mas teravive, edhe ato menoj sa të marrë inspirimin për Ramazan. Na nuk duhet për shembull me reflektu veç në Ramazan. Duhet gjithë jetës tonë, gjatë gjithë vitit. Unë për vetës tem ja bëj gjithmonë një si test. Thamë se qa ku mbo gjatë vitit, a ku më lexu ma shumë Koran, a ku mbo ma shumë mirë për dikan, a ju më ka në dobishme për njerëzit. Në ditë e jam janë Ramazan është shtu, zgjohem si fër, mas nej shkojmë punë, edhe masi që të kthehemi për punë, shkojmë me mësuset, lexojmë Koran, hatme që i fillojnë mësuset në muajin Ramazan, bojmë iftarin, që ke musafir, rrimë musafir, jo, shkojmë taravi, i falem gjitha taravit, ndodhë që rrimë edhe për namaz natë, që ato mas taravive, edhe kështu, për mush që kjo një ditë në Ramazan. Atëherë, ushqimet ju kanë ma pak. Nuk ka pas si sot që kemi, për shembull, treza ato na janë të mbushna me shumë bereqet, atëherë ma pak. Ka pas ndoshta 2-3 ushqime, po diqysh kënaqësi ka pas ma shumë se tash. Diqysh tash sot sikur subhanallah që kjo teknologjia po na shpërqendron nganjëherë pe jetës, s'po them inshallah për Ramazanit as po diqysh m'duket se ma nuk jena qatë që sikur atëherë që kanë qenë, ka pas ma shumë dashni, ma shumë afërmitet me familje. Po une punoj, elhamdulillah, po në Ramazan kur nuk e kam vështirë. Diqysh m'duket punë të shkojnë ma marë këtë është. Une nashta kisha pas që një vit me bo Ramazan, jo veç një muj. Elhamdulillah, më për vete, kur t'pjem muj Ramazan, diqysh përmbushna, se di, ashtu mu m'duket. Nana tona gjithmonë e lëtë shumë na thirrën si fër. Edhe na theshin që mjafton deri në 12 ora me agjeru. Po aja knatësia, aja që kishe qef për Ramazan, të deke që krejt ditën do të me agjerue. Kur ju martu edhe këtu të familja burët edhe këtu kanë agjeru tamë. Nuk e kum pas për shembull problem asnjëherë. Më për vete Ramazan, si di, mu më pëlqen shumë. Për Ramazan, në Mitrovica, elhamdulillah, kena shumë mësuse të mira. Edhe shumë herë ka ndodhur që i kemi përfundu ndoshta 2 hatme gjatë Ramazanit, ndoshta edhe ma shumë. S'm kujtohet, po në Ramazan kena shumë aktivitete. Të bohem me motra, shtrojmë iftare, jena diqysh ma të afër, diqysh muaj Ramazan mu m'duket sikur na bashkan ma shumë, njerëzit janë ma të butë. Edhe kur ti përgatitesh se çdo herë e ki mendimin me ftu dikon iftar, po kur të ftofsh edhe të mbaron iftari, diqysh ndjesh e kënaqur, se duket që ke bo një vepër të mirë, mua ashtu m'duket. Jeta neve na jep çdo njanit ka një rol. Mu për vete ma ka jep rolin si nanë, edhe gjithmonë kum pas qef fëmijët e mi me mësu. Si kafeja, si për Ramazan, si për edhe elhamdulillah dy të agjerojnë, dy të janë me namaz, kështu që une menoj se jëm ka nanë e mirë, nuk e di, sa ja kum arrit qëllimit, po elhamdulillah dy të agjerojnë, edhe si të familja e burrit edhe të babes, shumica agjerojnë. Sot elhamdulillah shumë të ri po agjerojnë. Edhe qëto une, qëto institucion që punoj, ka shumë që agjerojnë. E diqysh kur të agjerojnë tonë edhe vetë ndihesh ma letë,
Për mu agjerimi, unë thëmë që është pastrim shpirtëror.